Unë e një mirë Ali Ahmetin. Është një njeri frikacak që me gjitha ato mekanizma dhe atë pushtet që ka ndërtu një figurë të rejshme në mes shqiptarve, edhe këndej edhe andej kufirit, po ne e njohëm në thelb dhe në esencë. Është një frikacak që kur e mendon se do të shkojnë nga pushteti, nuk e zë gjumi. Dhe po t'ishte aq trim që do të na kauton të Bilalin, nuk do të vepron të në këtë mënirë si vepron. Ai për atë është një, si të thomë, një kataklizm e personalitetit ati të tërhiqet komplet nga agenda UÇK-s, nga agenda kombëtare dhe të rëshqas në agenda qytetare, laramane, duke i lutur gjithë komunitetet, gjithë subjektet, t'i boj bashk për t'i bo ball Bilal Kasamit. I ricikloj dhe i ktheu në sken gjithë ato figura, si Mendu Thaçin, Musa Xhaferin, Blerim Bexhetin, Sadullah Durakun, vetëm e di se do t'a marrë nakautin me një goditje Bilal Kasami dhe Vleni do t'i çojnë në histori dhe do t'i çojnë në opozit dhe pse jo mbas 8 maj do të nisin edhe proceset gjyqësore për gjithë ato krime që kanë bërë.